165.000 euro në vit për qytetarin që strehon 275 qenë e Ndacak. Who let the dogs out? Për 275 qenë që a i ka adaptuar, për secilin nga 275 qenë që a i ka strehuar, Komuna e Prishtinës e paguan këtë qytetar me nga 50 euro dhe shifra totale që a i përfiton brenda një viti është 165.000 euro. Nga programi njëjti subvencionimit për strehimin e qenëve e Ndacak, 1000 euro në muaj e 10 mira në vit përfitojnë edhe të paktën 12 persona në krye qytet. 78.000 euro në vit të shuma që përfiton qytetari së Pikrëm për 130 qenë që a i ka strehuar, kurse 27.000 euro në vit i përfiton dë Pikrë që ka strehuar 79 qenë. Si pas listës së personave që kanë mbi 5 qenë të adaptuar për një vit, Komuna e Prishtinës i paguan 24 persona me 621.000 euro. Për shpenzimin e këtyre mjetëve, Fondacioni për të drejtat e kafshëve ka ndezur alarmin për keqpërdorime. Në masën e subvencionimit nuk e kemi parë si ide të keqa, por kemi pasur dyshimet tona që edhe do të mund të keqpërdorohej prej njerëzve, që jo vetëm nuk i duan kafshët, por edhe nuk din të merren me to. Aq më pak të strehojnë kafshë ndacake të cilat e kanë një temperament specifik dhe të ndryshëm se sa qenët e tjerë që i mbajmë në shtëpi, thot Elza Ramadani nga Fondacioni për të drejtat e kafshëve. Nga ky fondacion kërkojnë transparencë më të madhe nga Komuna e Prishtinës duke cilësuar nismën si jo të organizuar mirë. Nga komuna kanë theksuar se që nga fillimi i mandatit e kanë trajtuar me prioritet çështjen e qenëve e Ndacak, ndërka që me 11 shtator të vitit të kaluar është hapur edhe strehimorja, qendra për trajtimin e qenëve e Ndacak në kryeqytet.